Me njëherë shikues të nderuar, inkuadrojmë deklaratën për media të kryetarit të Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku pas mbledhjes që ka mbajtur sot. Të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të kryetarëve të degëve në vijimësi të zgjedhjeve të reja nacionale të 7 qershorit. Folëm për proceset, përgatitjet partijake, themelimin e shtabeve në secilën degë dhe përgatitjen e listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me votim në këtë trup, dakorduam që këtë të shtune të thrasim Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s për të finalizuar gjitha çështjet që lidhen me pjesën përgatitore zgjedhore. Pika e veçantë e këtij takimi ishte edhe natyrisht bashkimi i madh për cilin po flasim, e për cilin jemi angazhuar, e njoftova edhe kryesinë dhe kryetarët e degëve me procesin e drejtanishëm. Votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë tashetutje në bashkëpunim me Vjosa Osmanin, garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Po për këtë më jepni edhe disa ditë të finalizoj diskutimet dhe me zonin Osmani për përfunduar në një votim formal në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm. Pra kishte dakordim për idenë e bashkimit, kishte dakordim për garim përbashkët, kishte dakordim për shumë gjëra që i kemi diskutuar deri më tani dhe në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm do të formalizojmë këtë çështje në detaje. Çfarë që ka mbetur pa finalizuar nga negociatat me zonin Osmani? Me siguri një kafe e shkurt miqësore për të bërë përgatitjet bazike formale teknike. Nga bisedimet që keni pas deri tash me zonin Osmani, cilat janë kërkesat e saj, pasi është përmend që ka si kusht themi kështu që të raditet në 10 e parë, a kërkon emra specifik në listë, sa vende ja keni lënë? Asnjë kusht me Vjosën s'kemi pas. Por nuk është relacion kushtëzimesh, është relacion i kuptimit të nevojës së përbashkimit të gjithëve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ky përbashkim nuk kupton që ne ndërtojmë relacione mbi mirëbesim. Dhe përderisa kemi mirëbesim dhe kemi vizion të përbashkët, nuk flitet për kushte sepse s'po flasim për relacione kushtëzuese ndaj njëri tjetrit. Pra shumë ato raportime kanë qenë të pasakta, i kemi diskutuar edhe unë me të shpesh, por kanë qenë të pasakta. Tani kemi vullnetin e LDK-s për të finalizuar këtë marrëveshje dhe për të finalizuar një listë përbashkët. Më jepni pak kohë që ta finalizojmë zyrtarisht, sepse kjo është vetëm çështje e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duhen dy për një marrëveshje. A ka pasur të lironi pozitën e parë ose bashkë se listës me qenë Vjosa Osmani? Pa asnjë problem. Jo, kjo çështje është për mua. Besoj që Vjosa Osmani duhet të jetë kandidatja shkëlqyeshme dhe më e duhura për presidentin e Kosovës. Besoj që populli i Kosovës e dëshiron një gjë të tillë dhe jam i gatshëm që bashkë me kolegët tonë dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës t'ia mundsojmë vetes, popullit të Kosovës, Republikës sonë një kandidaturë të tillë. Prandaj renditja në listë për mua nuk ka fare rëndësi, përderisa gjejmë një modalitet që funksionon, që fton njerëzit të bëhen pjesë e këtij rrugtimi, që ngrit shpresë për Republikën e Kosovës, edhe në fund që e ngrit edhe vizionet dhe programin politik Lidhjes Demokratike të Kosovës në drejtimin e duhur. Që shkomentoni faktin që për 2 herë në radhë dy kryetarë komunash arrin koalicion me parti tjera pa miratimin e kryesisë LDK-s në këtë rast në Prishtinë. A është ende LDK për vakt? Shqiptani, kryetarët e komunave kanë të drejtën e tyre të bëjnë marrëveshje për shumicën që ata konsiderojnë. Po nuk mund të them që ne kemi marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Po mund t'ju gënjej, po s'kemi. Po ta kemi një marrëveshje të tillë, ma tregoni pra. Pra LDK-ja nuk ka bërë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Kam komunikuar edhe me Bedri Hamzën këtë çështje. Kemi thonë, kemi marrëveshje, thamë jo s'kemi marrëveshje. Në rregull, me qenë se s'kemi marrëveshje me LDK dhe PDK, unë duhet të qartësoj për publikun, sepse mediat po pyesin që ka marrëveshje të tillë, se ne s'kemi. Pra, ato janë marrëveshje të kryetarit komunës me parti tjera politike, por LDK me PDK nuk ka një marrëveshje të tillë. Por a është ende LDK zoti Përparim Rama? Përparim Rama ka qenë kandidat i pavarur brenda listës së LDK-s, ai vazhdon të jetë kryetari i komunës dhe LDK-ja me çdo forcë të vetën, aq sa mundet, dhe as që krijohet hapësirë, do të kontribuojnë në realizimin e programit fitues të LDK-s në Prishtinë. Mos harroni, ne kemi marrë mbështetje qytetare për këtë punë, jemi të interesuar ndihmojmë Prishtinën, por nëse ju më pyesni, a kemi marrëveshje
me PDK-n nuk ka një marrëveshje të tillë dhe s'ka pas diskutime për bashkëqeverisje me PDK-n. Por janë marrëveshje të kryetarit komunës me parti të tjera që i bënte të tjerët. Por LDK-ja nuk ka një marrëveshje të tillë. Për bashkëpunim me Vjosa Osmani, a ka pas kundërshtime brenda LDK-s, sepse është thënë që ka disa zëra. Ja, s'ka zë, ka qenë atmosferë shkëlqyeshme, ka qenë mirëbesimi i mirë, atmosferë e mirë e përbashkimit. Kjo është fokusi jonë, ta kemi qartë. Por LDK-ja edhe për ju dhe për të tjerët, ta kuptoni se nuk mirët me çështje lokale në këtë fazë, kemi 30 e pak ditë para fushatës, vizionin e madh kemi te gara arshme nacionale, te një listë fituese. Besoj shumë shpejt do të finalizohet dhe do ta kemi në publik si të tillë, edhe që është me interes edhe për vendin edhe për të ardhmen e këtij. Por me post të qartë, se herë po thoni përbashkim, herë po thoni bashkëpunim me Vjosa Osmani. A është ju bashku Vjosa Osmani LDK-s apo keni bashkëpunim me Vjosa Osmani dhe me kandidatët e saj për deputet? S'ka diferencë. Jo, Një listë ndarë a ko me qenë antore e LDK-s apo ko me qenë si bashkëpunim? Antore e LDK-s mund të antarësosh edhe ti si antore e LDK-s. Mund të antarësosh çdo qytetar, po pjesë për bashkëpunimin e juaj. Bashkëpunimi ynë është me një listë përbashkët brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm LDK-s, ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Mund të kemi koalicione të vogla me partitë të tjera, tani po flasim për një bashkëpunim brenda LDK-s. Strategjiko po flet për një listë gjerë. Për ako në jamën që është zhvillu në i bashkëbisedim dhe a ke mundësi një për opinionin publik Ka shumë emra, ka një listë përbashkuese, tani sapo dolëm prej takimit, strukturat tona do të vinë edhe me emra të tjerë. Na jepni pak kohë, ti finalizojmë, ti sortalizojmë dhe të vijmë me një propozim konkret. A jeni të hapur për ndonjë koalicion tjetër, qoftë me AK-n ose nismën eventualisht? Jo, s'kemi pas diskutime të tilla, as besoj që sot kemi marrë aprovimin e strukturave të partisë për të formalizuar një marrëveshje që duhet edhe një palë tjetër ta pranojë. Në momentin që pala tjetër e diskuton dhe ulet me neve në këtë rast Vjosa Osmani me listën që mund garoj brenda këtij bashkëpunimi, e finalizojmë brenda Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s dhe merr fund kjo çështje. Cili do të jetë pozicionimi i asamblezëve të komunës së Prishtinës? A do të jeni tash në opozitë me që keni përsharje me përparim? Jo, nuk kemi. Pra, sa po dëgjuam deklaratën për media të kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili konfirmoi marrëveshjen e bashkëpunimit me ish-presidentën Vjosa Osmani. Abdigjiku tha se të shtunën në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Partisë do të formalizohen të gjitha detajet e këtij bashkëpunimi, ndërkaq nuk i ka përjashtuar mundësinë që Vjosa Osmani të jetë bartëse e listës Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit. Ndërkaq vet ish-presidentja Osmani ende nuk e ka qartësuar mënyrën se si do të marrë pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit. Ajo i ka cilësuar si spekulime deklaratat se i ka kërkuar LDK-s pozitë të caktuar si kusht për bashkëpunim, gjë të cilën e mohoi edhe vetë kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku në deklaratën që sapo ndoqëm. Ndjekim një kronik në këtë temë. Ndonë se ka mbetur vetëm edhe 2 ditë deri në përfundimin e afateve që Komisioni Qendror Zgjedhor ka vendosur për regjistrimin e subjekteve politike. Deri më tani, asnjë nga partitë politike nuk është regjistruar për apo mos pjesëmarrje në zgjedhje të jashtëzakonshme për Kuvendin e Kosovës. Krahas kësaj, subjektet politike ende nuk kanë deklaruar asnjë koalicion për zgjedhjet e 7 qershorit. Edhe afati për regjistrimin e koalicioneve s'ka dhënë më 7 qershor. Në këtë situatë, është shumë përfolur për një marrëveshje politike me LDK-n. Ish-presidenti Osmani refuzoi ta çerçoj mënyrën se si do të marrë pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit. Nuk është mirë me spekulu. Unë nuk kam kërku kur asnjë pozitë nga askush. Kur do që kemi diçka për t'ju thënë, do t'ju themi. Kjo seancë shënon fundin e këtij procesi dhe fundin e kësaj legislature. Kosova më 28 prill përfundoi në zgjedhje të jashtëzakonshme si pasojë e moszgjedhjes së presidentit. Kuvendi u shpërnda në mungesë të një pajtimi mes partive politike për presidentin. Ndërkohë, aktualisht e vetmja që ka nisur një fushatë intenzive për zgjedhjet e 7 qershorit, thuhet të jetë ish-presidentja Vjosa Osmani, e cila ka shtuar aktivitetet e saj në komunat e Kosovës. Osmani nuk u rikandidua për një mandat të dytë, duke nxitur një përplasje mes partnerëve të vjetër në skenën politike. Përplasje këto të cilat sipas njohësve të çështjeve politike do të shkojnë duke u ashpërsuar. Megjithatë, në kuadër të fushatës zgjedhore, aktivitetet e saj i ka intensifikuar edhe Partia Socialdemokratike, e cila ka konfirmuar për Radio Televizion 21 se do të marrë pjesë e vetme në garën e 7 qershorit.
PSD-ja tashmë e ka bërë qartë që ka me qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Besoj që ushtërisia e këtyre zgjedhjeve jo vetëm në kuptimin e që po i hyn garës për herë të parë pas disa zgjedhjeve rresht, mirë po edhe për çka po ofron. Kosovës i mungon opozita, i mungon opozita formale në kuvend. Kemi bo asa kemi mujt për 6 vjetë, mirë po që ka qenë rezultati është që me një opozit parlamentare të tillë pushteti autoritari i Kurtit veç është rrit. Kështu që po garojmë qartësisht duke ditë që Kosovës i mungon një opozit e cila mundet edhe duhet me dobësu një pushtet autoritar që është ai Kurtit edhe pas një kohë normalisht edhe me e marrë pushtetin. Kosova më 7 qershor do të mbajë procesin e 5 zgjedhor përfshirë zgjedhjet lokale brenda një periudhe të shkurtër kohore, pa garancë se do të dalë nga ngërçi politik, ndërkohë bllokadat e shpeshta politike, përveç dëmeve në aspektin ekonomiko-social për qytetarët, po dëmtojnë edhe imazhin e vendit. Megjithatë, për profesorin universitar Besfort Recaj, është e rëndësishme që pas zgjedhjeve subjektet politike të respektojnë vullnetin e qytetarëve. Dhe deri tash megjithatë po mendoj që po adresohen në mënyrë adekuate përkundër faktit që kemi këto bllokada, këto kemi ngjecje për arsye politike dhe për këtë arsye unë shoh që kjo është pjesë e një evolucioni normal demokratik. Kosova dhe më tutje është një shtet i ri, themi kështu 18 vite i ka mbush, por prapë ka nevojë për krijimin asaj kulture mirëfillt demokratike, institucionale. Mentaliteti është elementi më i rëndësishëm që kërkon kohë me u zhvillu. Pa marrë parasysh që ne mund të kemi institucione të mira, të mirëfillta, ligje të cilat janë në pajtim me të drejtën e Bashkimit Evropian, por megjithatë mentaliteti, kultura shtendërtuese kërkon kohë që të ndërtohet dhe unë e shoh në kuadër të kësaj perspektive. Ndërkohë, për nisje të fushatës zgjedhore dhe takime të intensifikuara ndodhse jo me reklamime nëpër media sociale, po thuhet se po bëjnë edhe subjektet e tjera politike. Megjithatë, ende nuk është bërë qartë nëse do të ketë ndonjë befasi në aspektin e bashkëpunimeve dhe koalicioneve partijake. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka zyrtarizuar sot marrëveshjen e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës duke emëruar Besjan Musmuratin në pozitën e nënkryetares së komunës. Po ashtu Rama pritet të zëvendësojë edhe 6 drejtorë departamentesh. Zyrtarizimi i koalicionit vjen vetëm disa orë pasi Lidhja Demokratike e Kosovës mohoi publikisht marrëveshjen me PDK-n për bashkëqeverisje në Prishtinë. Në komunikatën e lëshuar gjatë mëngjesit, LDK kishte deklaruar se nuk ka asnjë marrëveshje me PDK-n dhe asnjë parti tjetër politike në Prishtinë për bashkëqeverisje, duke theksuar se strukturat zyrtare të partisë nuk kanë qenë pjesë e asnjë procesi ndërpartijak për marrëveshje politike. Por situata qëndron pak më ndryshe. Ndryshe sipas burimeve nga Komuna e Prishtinës, Partia Demokratike e Kosovës supozohet se përveç postit të nënkryetares do t'i takojnë edhe 6 drejtori komunale. PDK pritet të marrë drejtimin e drejtorisë së transformimit, drejtorisë së shërbimeve publike, drejtorisë së arsimit, drejtorisë së sportit, drejtorisë së kulturës, drejtorisë për parqe dhe hapësira të gjelbra. Bëhet e ditur se Leotrim Retkoceri do të adhëheq drejtorinë për shërbime publike, kurse Arjanit Elshani do të jetë drejtori i drejtorisë për arsim, Nora Gagica drejtoresh për drejtorinë për transformim, kurse Granit Geci drejtor për sport. Isah Mustafa do të adhëheq drejtorinë për kulturë, ndërsa Albana Xhambalaj drejtorinë për parqe. Po fillojmë një bashkëpunim të ri politik në kryeqytet edhe me Partinë Demokratike të Kosovës, me qëllim zhvillimin e Prishtinës, për të mirën e qytetarëve të saj dhe të Kosovës. Ai shtoi se Musmurati sjell përvojë të gjerë institucionale dhe ndërkombëtare, duke vlerësuar angazhimin e saj në diplomaci, politika publike dhe menaxhim institucional. Në njoftimin për zyrtarizimin e bashkëpunimit, kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se ky partneritet politik me PDK-n ka për synim zhvillimin e Prishtinës dhe realizimin e projekteve strategjike në interes të qytetarëve. Një 31 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht në Gjakov pas një sulmi me thik. Autori i dyshuar i krimit është vetë dorëzuar në polici, ndërkohë autoritetet po zhvillojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të kësaj vrasje.
Një ngjarje e rëndë ka tronditër qytetin e Gjakovës në orët e para të mëngjesit të sotshëm, ku një 31 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga një sulm me thik. Sipas të dhënave fillestare nga organet e rendit, incidenti ka ndodhur rreth orës 2:20 në rrugën Mbretëresha Teut, pas një mosmarrëveshje me viktimën dhe një person tjetër. Policia e Kosovës ka bërtoditur se personi dyshuar është përfshirë në vrasjen e 31 vjeçarit dhe është vedorzuar në polici. Sipas njoftimit zyrtar, i dyshuari me inicialet Q.S. është paraqitur vetë në stacionin policor dhe me vendim të organeve kompetente është ndalur për 48 orë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, ka konfirmuar për Radio Televizionin 21 se rasti po trajtohet me prioritet, ndërsa shpjegon detajet e rastit. Sot, në orët e hershme të mëngjesit, jemi njoftuar se një person i moshës madhore ishte dërguar për trajtim mjekësor si pasojë e lëndimeve të shkaktuara nga një mjet i mpret. Fillimisht i njëjti është dërguar në qendrën e mjekësisë familjare, pastaj është dërguar në spitalin e përgjithshëm në Gjakovë, ku edhe ka ndruar jetë. Nga hetimet e para të zhvilluara dyshohet se sot rreth orës 2:20 pas një mosmarrëveshje i njëjti ishte sulmuar nga një person tjetër, po ashtu moshkull i moshës madhore. Aktualisht, në koordinim të plot me prokurorin e shtetit, policia është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme operative dhe hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti. I kthehemi sërish të temës së përgatitjeve zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se po vazhdon periudha për njoftimin e pjesëmarrjes ose mos pjesëmarrjes në zgjedhje, si dhe deklarimin e koalicioneve zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor 2026. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka njoftuar se afati 7 ditor ka nisur më 1 maj dhe do të përfundojë më 7 maj. Gjatë kësaj periudhe, të gjitha partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të obliguara të njoftojnë KQZ-n përmes zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhje, mos pjesëmarrjen apo formimin e koalicioneve. Sipas KQZ-s, këto obligime vlejnë për 53 parti politike të regjistruara në vend. Ushtruesja e detyrës presidentës Albulena Haxhiu i ka dërguar letër presidentës Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe kryediplomatës së Bashkimit Evropian Kaja Kallas, përmes së cilës ka ftuar Bashkimin Evropian të dërgojë mision vëzhgues të zgjedhjeve për zgjedhjet e 7 qershorit. Në letrën e saj, Haxhiu i ka informuar se ka nxjerrë vendimin për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme. Haxhiu ka theksuar se prania e misionit vëzhgues të BE-s do të kontribuante në transparencën, kredibilitetin dhe integritetin e procesit zgjedhor në përputhje me përkushtimin e vazhdueshëm të Republikës së Kosovës për standarde demokratike dhe zgjedhje të lira, thuhet në njoftim. Ndërkaq, krizat e një pasnjëshme institucionale kanë lënë një numër institucionesh të pavarura me ushtrues detyre, derisa një prej tyre është tërësisht jo funksionale. Përveç agjencive të pavarura me ushtrues detyre janë duke funksionuar edhe 7 ministri. Institucioni i avokatit të popullit është një nga institucionet e pavarura që tashmë funksionon me anëtar të cilëve ka kohë që u ka skaduar mandati, përfshirë edhe vetë avokatin e popullit. Më 10 prill, Kuvendi i Kosovës shpalli konkursin për pozitën e avokatit të popullit, por që më shpërndarjen e tij kjo çështje kthehet në pikën 0, pohoi në Institutin e Kosovës për drejtësi. Sipas IKD-s, përveç institucionit të avokatit të popullit, edhe një numër i agjencive të tjera të pavarura janë goditur nga kriza institucionale, një nga të cilat është jo funksionale. Kemi vërejtur se nga 20 agjencitë e pavarura, 5 prej tyre udhëhiqen me ushtrues detyre, një agjenci nuk ka bord funksional, ndërsa që nga shtatori i vitit kaluar, pozita e avokatit të popullit i ka skaduar mandati avokatit të popullit. Dhe kjo pozitë është hapur nëse zgabojmë 10 prill të këtij viti, mirë po për shkak të
përbërjes së kuvendit tani ajo do të anullohet dhe nuk mund të procedohet me tutje. Dhe si rrjedhoj kemi 6 pozita që janë me ushtrues detyre. Në raste kur është me ushtrues detyre, atëherë mund të ketë edhe ndikime specifike politike. Në mungesë të 2 antarëve është duke funksionuar edhe gjykata kushtetuese, pozita këto të cilat Kuvendi i Kosovës dështoi t'i plotësonte pasi asnjëri nga kandidatët nuk mori votat e mjaftueshme për t'u propozuar për gjyqtar në këtë institucion. Avokati Ardian Bajraktari paralajmëron shtimin e institucioneve jo funksionale për shkak të krizave të njëpasnjëshme. Kjo para së gjithash dëshmon dështimin e politikës përkatësisht Kuvendit në drejtim të përmbushjes së detyrimeve të tyre dhe është pasojë drejt për drejt e krizave të vazhdueshme politike. Gjithsesi që numri i institucioneve të cilat mund të jenë jo funksionale në ditët përkatësisht muajt në vazhdim, mund të shkojë në rritje, por megjithatë po shpresojmë që politika më në fund të vijë një moment ku do të reflektoj dhe të reflektimin në kupton para së gjithash marrëveshje. Përveç institucioneve të pavarura, edhe një numër ministrish janë duke funksionuar me ushtrues detyre. 7 nga ministrit vazhdojnë të jenë me ushtrues detyre, ndërsa një numër i madh i tyre kanë bartje nga një pozitën e për shembull të sekretarit të përgjithshëm. Kemi raste kur kjo është evidente përtej afateve kohore të parapara me ligj, që është 2 vite, është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë që nga viti 2021 nuk ka pasur sekretar. Dhe është duke u mbuluar me ushtrues detyre dhe nëse zgaboj prap, mund të jetë i 13 sekretar i 13 zyrtar në kuadër të ministrisë që është ricikluar dhe është vendosur në pozitën e ushtruesit të detyres së sekretarit. Ndryshe nga institucionet e tjera, në prag të shpërndarjes së Kuvendit u zgjodhen antarët e KPM-s dhe të RTK-s, proces ky i cili nga AGK-ja dhe shoqëria civile u tha se u bë me vendim të partisë në pushtet, duke cilësuar si proces të komprometuar. Ish deputeti i LVV-s Fatos Geci sërish ka bërë një deklaratë të rëndë për ish presidentin Hashim Thaçi, i cili gjendet i paraburgosur në gjykatën speciale në Hag prej 6 vitesh. Geci ka shprehur sërish qëndrimin e tij duke kërkuar një akt gjykim dënues ndaj Thaçit, ndërkohë shefja e partisë së tij Donika Gërvalla ka refuzuar të komentojë apo të distancohet nga deklarimet e Gecit. Të devijuar nga misioni i drejtësisë e ka cilësuar procesin gjyqësor ndaj tij dhe të tjerëve, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po mbahet tash 6 vite në dhomat e specializuara të Hagës. Thaçi, në një intervistë për një televizion shqiptar, ka cituar profesorin amerikan Daniel Sever, duke thënë se gjykata duhet të ofrojë drejtësi dhe jo hakmarrje të bazuar në mashtrim. Thaçi ka përmendur edhe pakënaqësitë e tij lidhur me mënyrën se si është zhvilluar i gjithë procesi gjyqësor. Megjithatë, ai ka shprehur besimin se së bashku me ato akuzuarit e tjerë do të shpallën të pafajshëm. Plotësisht, historia e lirisë së Kosovës prej fillimeve të vitit 1980 deri sot është thelbi i këtij procesi. Unë jam vetëm një instrument në këtë eksperiment juridik. Nxjerrja e aktgjykimit është në duart e gjykatësve, por unë kam besimin që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë, e në veçanti atyre të mbrojtjes, të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar, ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor. Shumë çka e lidhur me legitimitetin e së drejtës penale ndërkombëtare varet nga rezultati i këtij procesi. Thaçi ndër të tjera është konfirmoi se ndjek zhvillimet politike në Kosovë, por edhe në Shqipëri, duke shprehur shqetësimin e tij për ftojen e raporteve të Kosovës me aleatët ndërkombëtar, por edhe me Shqipërinë, ndërsa bëri të ditur se nuk synon të rikthehet garës politike. Së pari mundohem të ruaj koherencën time njerëzore, pastaj ato të zhvillimeve politike. Nuk pretendoj të jem pjesë e garës politike. Jam besim plot për Kosovën. Lëvizja politike e padojgjueshmërisë qytetare dhe rezistencës për liri kishte një vizion 1990-1999 dhe pas luftës uniteti brendshëm institucional dhe bashkëpunimi me Perëndimin ishte alfa dhe omega e suksesit. Vendi sot frymon dhe vepron ndryshe. Dialogu i brendshëm politik duket i lënduar rënd. Thaçi përmes kësaj interviste foli edhe për rutinën e tij ditore, kontributin e tij në shtetformimin e Kosovës.
Ish presidenti Thaçi theksoi se përkundër faktit se po bëhen 6 vite nga arrestimi i tij, morali i tij mbetet i lartë. Aktualisht më është mbyllur goja për të folur dhe më janë lidhur duart për të shkruar atë që ma do zemra e ma thot plotësisht mendja. Në këtë vështrim do mundohem të bëj më të mirën për rrethanat ku gjendem. Ndërkohë, shqetësimet e ngritura të ish presidentit Thaçi, lidhur me padrejtësitë të shkaktuara nga gjykata speciale, nuk kaluan pa reagime. Ish deputeti listës Guxo, pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Fatos Geci, sërish është lëshuar në deklarata të rënda kundrejt ish presidentit Thaçi. Mirë që ko ke përgadit se tash me 19 maj lidhesh për krejt jetën. Komenti i Gecit në rrjetet sociale pason një deklaratë tjetër të tij të para disa javëve, e cila gjithashtu u cilësua skandaloze. Geci në Kuvendin e Kosovës kishte kërkuar burgim të përjetshëm për ish presidentin Thaçi. Komenti i Gecit dhe reagimi i tij në rrjetet sociale sado që shkaktuan val reagimesh. Kryetarja e Guxo Donika Gorvalla, një herësh ministre në detyrë e drejtësisë, refuzoi që të jap një shëndrim lidhur me këtë çështje. Gjykatën administrative, të tjera të kemi mundësi të na dërgoni pyetje, a ka mundësi a ka mundësi që pyetjet e duhura t'i shtrojmë në vendin ku duhet? Oj zonjë, kote ke sepse kemi ardhur për gjykatë administrative sot dhe nuk e kemi në plan me hap tema të reja. Aktualisht procesi gjyqësor ndaj Thaçit dhe të tjerëve është drejt fundit. Së shpejti pritet që gjykata speciale në Hag të dalë me një akt vendim për 4 të akuzuarit. Prej procesit gjyqësor në Hag ndaj ish-krerëve të luftës, dhimbjen personale dhe plagët e luftës së fundit në Kosovë, Gjok Sokoli i ka shndruar në kujtesë të gjallë për të gjithë. Nga plagët e krimit serb mbi familjen e tij, ai ka ngritur një muze që flet më shumë se fjalët. Përmes këtij muzeu, ai nuk kërkon vetëm të tregojë historinë e tij, por të mbajë gjallë kujtesën kolektive që dhimbja të shndrohet në vetdije dhe harresa të mos ketë vend. Dera e dyqanit ku punonte vëllau i tij mbeti e mbyllur që nga dita kur u vra nga forcat serbe në masakrën e Mejës në Gjakov. 27 prilli i vitit 1999 ishte ditë e kopshme për Gjok Sokolin, i cili humbi 4 vëllezërit dhe nipin e tij 17 vjeçar. Sokoli, autori i librave që dokumentojnë krimet serbe në Kosovë, ka kthyer dhimbjen e tij në kujtesë. Ai me mundësitë e tij ka krijuar një muze ku ruan kujtimet e mira dhe ato më të hidhurat. Brenda muzeut të tij ruhen veshje tradicionale, instrumente muzikore e uniforma ushtarake. Dhe jo vetëm, me të rikthyer në shtëpi pas luftës, ai u has edhe me gjurmët e krimit serb. Prej vitit 1999, prej lufte, më erdhi frymëzimi t'i ruaj ta bëj një muze për me rujt gjonat e luftës. Kur jam ardhur në shtëpinë time, i kom gjetë çto shka janë këtu gjonat policisë e të ushtrisë si kanë lënë municion. Këtu në shtëpinë time spaku 20 vet janë vrarë. E tash që ato gjoje, mbetërinat, municionet, aty unë krejt i kom mbledh. Edhe shka është më e çuditshme, kur jam ardhur i kom gjetë shpricat, edhe i herë më ka shku mendja, qëta 2 shprica i kom gjetë, kom menu si ku shësmu, ka marrë gjilpona, kur e kom vrejt, si para se me mytë kanë marrë drogu, me shpricë, me këto ju kanë lidhë durët. I rënduar nga humbjet, ai shpreh zhgënjimin për mungesën e dokumentimit të këtyre ngjarjeve, të cilat në mendjen e tij mbeten ende të kthjellëta si loti. Edhe serbët e kanë bërë për Kosharën, e kanë bërë një farë dokumentari, e për Qakën, e për të gjitha, e ne si jemi në gjenje me bërë një film, e një dokumentar për tënë këto viktima. Kjo shumë më mundon, se unë vetë e kom brumin. Rrëfimi i tij sjell edhe pyetjen si i shpëtoi ai fatit të vëllezërve. Edhe unë fati si shkova një orë përpara, mirë po në rrugë e kom pa kolonën, kom pa familjen, mi kishin marrë edhe gjanat, teshat mi kishin marrë për me shku për Shqipni. Edhe ko ardhë një pizgaveri policisë, të mi kanë lidhë 2 durët, ku të me shku ti, thash, e kom njonën, s'mu isha mi thonë si na i kanë vëra vlaznit. E djekë shpijat,
Thash, nona nuk o ka mundet me hesë, du më shku, thash, më shku edhe unë për Shqipni. Mi kanë lidhë 2 durt, më kanë qitë në do gropa, edhe prej s'lakti më kanë qitë një rafal automatiki, unë s'kom lujt 2 orë që aty. As një plumë së më ka marë. Sokoli nuk e ka ndërmend të ndalet vetëm me botimin e librave që dokumentojnë krimet serbe në Kosovë. Ai synon që shumë rrëfime të tjera t'i çojë edhe më tej drejt realizimit të një dokumentari, me shpresën që e vërteta të marrë zërin dhe vendin që meriton. Zyra e Regulatorit të Energjisë ka aprovuar të hyrat maksimale për Kostin, Kecin dhe Keskon. Për Kecin, të hyrat maksimale të lejuara janë rreth 186 milion euro, 21% më e ullët se sa vlera e paraqitur nga ana e Kecit. Ndërsa për Keskon, të hyrat maksimale që u aprovuan janë 422 milion e 228 mijë euro. Si pas kryesuesit të bordit të zërejës, Ymer Fejzullahu, aprovimi i kësaj vlere të hyrave maksimale të lejuara e shmang rritjen e tarifave të energjisë për qytetarët. Kësaj të hyrat e lejuara maksimale të operatorit të sistemit të transmetimit nga sot do të jenë 76 milion euro, të operatorit të sistemit të shpërndarjes 185 milion euro dhe furnizuesin për shërbimin universal 442 milion euro. Muharrem Gashi nga Departamenti i Tarifave dhe Çmimeve u arsyetua se me rritjen e importit duhet ndryshuar të hyrat maksimale. Kërkesa në aplikacionin për hyrat e lejuara maksimale të operatorit të sistemit të transmetimit Kostit ka qenë rreth 99 milion e 301 euro, ndërsa propozimi për vendin parë zërejës është rreth 76 milion e 450 euro, që nënkupton rreth 23% me ullë se sa vlera paraqitur në aplikacionin e Kostit. Ndërsa për operatorin e sistemit të shpërndarjes KEDS nga Departamenti i Tarifave dhe Çmimeve, Adelina Loka i përmendi kërkesën prej 235 milion euro. Ku kërkesa në aplikacionin për të hyrat e lejuara maksimale ka qenë nga ana e tyre rreth 235 milion e 380 mijë euro, ndërsa propozimi përfundimtar i zërejës është rreth 185 milion e 960 mijë euro, që nënkupton diku rreth 21% është më ulët se sa vlera që është paraqitur në aplikacionin nga ana e tyre. Për Keskon, Muharrem Gashi shtoi se komponent kryesor i kostos mbetet blerja e energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorëve. Vletë përmendet se komponent kryesor i kostos mbetet blerja e energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorëve, e cila është ndikuar nga zhvillimet treg për shqyrësimet e larta të importeve dhe kufizimet e prodhimit vendor, si pasojë edhe remonte në të centrale vjetrore të tepër dhe rritjes së konsumit. Për të zbutur ndikimin faturat e vitit 2026, KEB dhe KESCO kanë shtyr përmes faktorit të furnizimit vlerën e energjisë që vjen për periudhën janar-mars për vitin relevant tarifor 2027. Drejtori i bordit të zërejës, Ymer Fejzullahu, theksoi se kjo kosto është shpërndarë në një periudhë 2 vjeçare në mënyrë që efektit e konsumatorët të jetë shumë i vogël. Kostot reale janë të përfshira dhe në këtë raport, mirë po vetëm kjo kosto është shpërndarë që është e raport edhe me rregullat për të hyrat e lejuara maksimale, është në mënyrë që mos të kem rrezikim të sigurisë së furnizimit, kostoja e mos e remonteve ose mos prodhimit nga gjeneratorit vendor është shpërndarë në periudhë 2 vjeçare në mënyrë që edhe efektit të konsumatorët jetë shumë i vogël. Zyra e Regulatorit të Energjisë ka miratuar pjesërisht kërkesat për të hyrat e operatorëve të kësaj fushe, duke shmangur shtrejtimin e energjisë elektrike. Komuna e Prishtinës ka marrë vendim për ndalimin e ekspozimit të mallrave jashtë dyqaneve në hapësira publike dhe në rrugë me qëllim të ruajtjes së rendit, sigurisë dhe lirimit të qarkullimit për qytetarët. U bë e ditur se në fillim do të shqiptohen gjoba prej 50 eurosh si mas vendisimi, por nëse vendimi nuk respektohet, gjobat do të rriten.
Komuna ka marrë një vendim që ndalon ekspozimin dhe shitjen e pemëve dhe perimeve në rrugë. Qytetarët dhe bizneset e mirëpresin këtë vendim. Ata thonë se është edhe ma e shëndetshme. Ma të shëndetshme që shë, që djeli i prish krejt. Edhe kështu pëlqohet rruga dhe ma të shëndetshme. A është vendim i dur? Vendim i dur, shumë pëllë duhet ma përpora me bo këtë sane. Me lëshu trotuarin. Ishte mirë, për mu ishe me mojtë qështu. Edhe këta e kalon kësë që janë me të papunë, pëse? Se po vendëm papunë? Po, se me poshtë ka kalojnë kështë morë të qëka senet. E kështu mrena ma problem. Po, a mendon ti që është ma shëndetshme? Jo e ma shëndet sigurisht, se për shdo lokale me shim mrena, jo në rrugë më shikë. Drejtori i Inspektoratit të Komunës fillimisht angazhohet në vedisimin e shitësve në përdyqane, por edhe në tregun e pemëve dhe perimeve, që mallrat në trotuare dhe rrugë pengojnë qytetarët. Nëse vendimet nuk respektohen, do të shqiptohen gjoba prej 50 euro. Mos respektimi i vendimeve komunale mund të rrezë gjobat për shitësit. Po, është një aksion që kemi fillu prej që është nxjerrë një vendim prej kryetarit kryeqytetit për lirimin e gjitha hapësirave publike, përkatësisht për mos ekspozim të mallrave në hapësira publike, të cilat në masë të madhe edhe pengonin qarkullimin e lirë të qytetarëve, po edhe krijonin një imazh jo të mirë për kryeqytetin, kështu që janë bërë tani më disa javë që jemi duke u marrë me një ekip të inspektorëve me këtë tematik. Kemi filluar me i liru disa prej hapësirave publike, sidomos kemi frekuentuar zonën qendër fillimisht dhe pastaj do shkojmë dhe do zgjerohemi edhe në lokacione tjera, në lagje tjera. Aksioni po shkon mirë, nuk ka pas ndonjë mosmarrveshje dhe vetë shitësit e kanë kuptuar që me të vërtetë është domosdoshmëri tani për tani, ka qenë ndoshta domosdoshmëri e cila do duhet të arrijë edhe shumë më herët, po më mirëvol se sa kur, kështu që po jep një rezultat. Brestovci thotë se janë në hall të madh me grumbullimin e mbeturinave dhe mos respektimin e hapësirave për hedhjen e mbeturinave. Edhe kompania pastrimi po ka probleme me grumbullimin e tyre, sidomos me ato të ngurta. Kemi një situatë tepër të pafavorshme për të gjithë neve, sepse problemet më të mëdha aktuale që i kemi me mbeturinat vëllimore dhe mbeturinat ndërtimore. Ne e dim që deponit e mbeturinave menaxhohen jo nga niveli komunal, por menaxhohen nga niveli qendror. Do të thotë është një deponi e cila menaxhohet nga niveli qendror. Po fatkeqësisht kjo deponi nuk i pranon as mbetjet vëllimore e nuk i pranon as mbetjet ndërtimore. Do të thotë tërë kryeqyteti, po edhe qytetet tjera, të gjithë qytetarët janë pa një zgjidhje, sepse nuk kanë ku t'i dërgojnë mbetjet vëllimore dhe mbetjet ndërtimore. Të njëjtin problem momentalisht e ka edhe ndërmarrja e pastrimit. Pronarët e bizneseve prapa kamerave thonë se vendimi i komunës për rregullimin e shitjes dhe pastërtisë në hapësirat publike është i duhur dhe i nevojshëm. Sipas tyre, kjo do të sjellë më shumë rregull dhe higienë. Bazuar në vendimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, subjektet afariste obligohen që aktivitetin e tyre ta zhvillojnë vetëm brenda hapësirave të lejuara, ndërsa zbatimi i këtij vendimi do të mbikëqyret nga organet përkatëse të inspektimit. Shkelci do të përballen me masa ndëshkuese në përputhje me legjislacionin në fuqi. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmësh, për informacionet më të fundit klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv.